Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje për personin tuaj të zemrës. Çfarë mendon personi juaj i zemrës? Dhe çfarë do të thotë ai në këto momente? Fokusoni energjinë te personi juaj dhe dëgjoni mesazhet që ju thot personi juaj i zemrës. Jam këtu për të komunikuar me ty. Kam probleme ekonomike. Jam gati të bëj këtë udhëtim për të ardhur tek ty. Kam ndryshuar idenë sepse tani të ndjej himen. Dua të vi drejt teje dhe të ndryshoj jetën. Kam kaluar kohë vetëm dhe më duket vetja i plakur. Tani dua të bëhem i ri, të vi tek ty me kalë të bardhë. Dua të vrapoj drejt teje, dua të jem energjetikisht i fortë, i gjallë. Dua të vi tek ty, ti je dielli im. E di që je larguar dhe ke të drejtë. Jam treguar pak misterioz. Po të kërkoj çështjen e zemrës. Më jep një mundësi tjetër. Kam qenë pak mashtrues me ty. Tani dua të sillem ndryshe, të ndryshoj komplet. Kam menduar të jem pak i lirë. Në realitet, dua të jem i impenjuar me ty. Tani po hidhem te puna, po vendos të bëhem një person më punëtor. Po përdor trurin tim, logjikën. Unë dua të ndjej zemrën tënde që e fort për mua. Dua të ndjej faljen tënde. Ëndroj ty, je shumë e bukur. Ndonjëherë nuk të them çfarë mendoj. Jam treguar person falso. Ti je për mua një gur i çmuar. Dua të komunikoj me ty. Ti je personi special, je mrekullia ime në univers. Këto ishin disa mesazhe që ju thot personi juaj i zemrës. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Thea Tarot.